Zonja dhe zotëri, mirëmëngjesit dhe mirë se vini në News 24 fundjavë. Është shtunë, data është 9, qëndrojmë së bashku në transmetim të drejt për drejt. Kam kënaqësinë tani të mëngjes me zotin Alban Dura, jurist penalist. Faleminderit shumë që keni ardhur në studio. Faleminderit. Do diskutojmë për sigurinë e fëmijëve në rrugë, do të nisemi nga ngjarja në Durrës, por edhe me ashpërsimin e masës për personat të cilët janë të alkolizuar në timon, por dhe për shumë detaje të tjera. Alban, fillimisht do doja që me ju të ndaja një përshtypje rreth realitetit në Shqipëri, asaj që ndodh vazhdimisht dhe vazhdimisht. Ju jeni penalist në çështjet tuaja, trajtoni shpesh ngjarje të tilla. Ngjarja e Durrësit ka lënë një shije të hidhur tek të gjitha familjet që kanë fëmijë të cilët zgjedhin që kohën e lirë ta kalojnë duke luajtur përpara derës së shtëpisë. Është një ngjarje shumë e rëndë e cila na ka shokuar të gjithëve, pra ne bashkojmë me dhimbjen e familjarëve. Natyrisht që përgjegjësia kryesore ngjelet mbi autorin, pra nuk ka asnjë lloj justifikimi lidhur me këtë aksident kaq të rënd, pra në mes të një zone të banuar dhe të marrësh jetën fëmijëve të mitur të papafajshëm, patjetër që edhe autori e ka kuptuar të gabim, pra edhe në caktimin e masës së sigurimit personal, ai është shprehur i penduar, duke thënë që mundet edhe të më merrni jetën dhe nuk pra kjo është diçka pozitive nga njëra anë, sepse kemi një lloj reflektimi. Si e shikon mesazhin e tij ju si jurist, si e shihni në kontekstin e pendesës, por mbi të gjitha për të kuptuar se si duhet të reagojnë më herët disa mekanizme të tjerë? Po në një aksident ndaj edhe kualifikimi i veprës penale, në këto raste nuk është pra nuk ka një marrë dënimi të lartë në raport me vrasjet, me dashje. Kjo për arsye sepse vjen për shkaqe aksidentale, që do thotë askush nga drejtuesit e automjetit kur ndodh një aksident, nuk e ka dashur ardhjen e pasojës, por nuk ka mundur që ta parandalojë atë. Gjithkush nga ne, pra që jemi drejtues të automjetit, mundet që nesër të jemi jo në vendin e zotërisë, pra të personin që ka shkaktuar aksident, por mund të kemi një aksident tjetër në një mënyrë tjetër, pra mund mos jemi në gjendje të dheur, po për shkaqe të ndryshme mund të që t'i marrim jetën një kalimtari apo një qytetari. Po, këtu ndryshon pak situata. Ndryshon situata sepse kemi të bëjmë me një tejkalim të shpejtësisë jashtë normës së lejuar. Natyrisht që ai ka qenë në gjendje të dheur, pra këto janë faktor shumë të rëndësishëm që një drejtues automjeti nuk duhet fare që të hipi në automjet dhe të marri automjetin kur është në gjendje të dheur, apo kur ka pirë alkool. Kjo vjen për shkaqe të ndryshme, vjen për shkaqe sepse fillimisht u nis shumë mirë. Pra në vitin 2013 ne kemi një ndryshim të neni 291 të kodit penal, ku marzhi i dënimit ka qenë 1 deri në 3 vite. Pra të gjitha ata drejtues automjetesh, të cilët e drejtonin automjetin në ndikimin e alkoolit apo në ndikimin e substancave narkotike, ata minimalisht do dënoheshin 1 vit dhe maksimalisht 3 vjet. Po çfarë ndodhi në vitin 2014, sepse pati shumë gjithkush nga ne e mban mend, pra atyre ka qenë dhe ministri i brendshëm zoti Tahiri dhe ka pasur aksione të vazhdueshme, qytetarë të cilët burgoseshin dhe kanë qenë në drejtimin e alkoolit. Dhe aty kemi një lloj, po ta shikojmë, kemi një lloj, le të themi, reflektimi nga drejtuesit e automjetit, pra secili nga ne, edhe nëse pinden ndonjë gotë me miqe me shok, ata filluan që ti reduktonin, pra nuk mund merrnin automjetin, merrnin taksi në këto raste. Natyrisht që edhe gjykata dhe prokuroria filloi që do zbatonte ligjin, pra minimalisht do dënoheshin 1 vit. Ndërkohë pati një dyndje për të kuptuar dhe trendin e shqiptarëve që e kanë praktikë të përhershme. Kishte dyndje dhe në atë kohë mbaj mend që kishte grupe interesi të cilët thoshin që nuk mund të shkojmë në burg e tjera me radhë. Pra edhe kemi kuvendin në vitin 2014, ka qenë në nëntor të vitit 2014, dhe kemi ndryshimin e nenit 291 të kodit penal, ku
e hoqëm minimaljen 1 vit burg dhe e lam me gjop deri në 3 vite burg. Pra, kjo është, mendoj, një hap i gabuar nga ana e kuvendit. Që e ktheu pas. Pra, e ktheu pas, filloi një, le të themi, tolerim, patjetër që do kishte tolerim sepse maksimalja një shofer apo një drejtues automjeti nuk do të shkonte në burg. Pra, do kishte një masdënimi me gjop dhe kur je për herë të parë, patjetër që gjoba është. Po edhe po ta shikojmë gjykatën, pra nuk ka një rol edhe organin e akuzës, edhe kur je përsëritës, pra nuk ban një rol të ashpër lidhur me këto raste. Sepse rasti ishte përsëritës. Pra e toleron një drejtues automjeti i cili është ndaluar një herë, ka marrë një vendim penal, është dënuar me gjobë dhe prap kapet, pra është në mënyrë të përsëritur. Pra kjo besoj që nuk i di arsyet, se nuk mundet të akuzojmë dot organin e akuzës apo gjykatën për vendimarrje të tilla, pra mund të kenë ndikim të palishëm, mund ta bëjmë për arsye miqësore, mund të marrim para, pra nuk mundet që të aludojmë përderisa ne nuk kemi prova, por ata gjyqtarë dhe prokurorët, cilët kanë raste të tilla, pra janë raste vërtet sensitive, që nesër mund të përfundojnë në aksidente tragjike, pra në si rasti i Durrësit. Kemi pasaj edhe mos ndryshim të nenin 290 të kodit. 290. Pra, në nenin 290 kodit penal, unë mendoj që ne kemi një mas dënimi të vogël përsa i përket atyre që sjellin, pra realizojnë një aksident dhe i marrin jetën një qytetari. Pra, margji i dënimit është 2 deri në 10 vite burg. Ndërsa, në paragrafin e fundit, margji i dënimit, pra nëse shkakton jetën e më shumë se një personi apo aksidenton më shumë se një, atëherë këtu është margji i dënimit, pra ne kemi 5 deri në 20 vite burg. Pra zotëria rrezikon 5 deri në 10 vite. Në 20 vite. Pra në 20 vite burg. Patjetër që ai besoi që këto janë rrethana rënduese, fakti që është përsëritës, fakti që ka qenë me shpejtësi, pra janë një sër elementesh, cilët kur organi i akuzës mbyll hetimin dhe çon çështjen për gjykim, i analizon të gjitha dhe kur jep pretensën, të gjitha këto janë rrethana rënduese, që mendoj në rastin konkret zotëria, pra personi i cili ka shkaktuar aksidentit, mundet që gjykata ta dënojë me 20 vite burg, sepse i ka të gjitha ato elementë të cilët të çojnë në dhënien e një dënimi maksimal. Pra, këto të gjitha mblidhen, pra përmblidhen nga ana e gjykatës, merren në konsiderat si shkaqe të arsyeshme për të dhënë një vendim maksimal. Ndërsa vim tek nëse një drejtues automjeti do të kishte marrë jetën e një qytetari, në këtë rast margji i dënimit është shumë i ulët. Pra është 2 deri në 10 vite burg. Ka pasur nga ato raste që kemi irritim nga ana e familjarëve të viktimave. Sepse duhet kuptojmë... Me të drejtë, pa diskutim. Me të drejtë, duhet kuptojmë se ka nga ata drejtues të cilët shkaktojnë aksidentin dhe nuk kanë një lloj pendese. Pra, kjo është një, le të themi, vrasje e dytë që i bëhet familjarëve, ose që i lën në vend ngjarje, pra si rasti në fjalë, po kryesisht të njëjtin trend ndjekin, që ndoshta për shkak të traumës që përjetojnë apo shumë faktorëve të tjerë, zgjedhin të ikin nga vend ngjarje, që ndihma e parë është momenti ku ti mund të shpëtosh edhe jetën. Unë besoj që nëse një drejtues automjeti është, le të themi, traumatizuar për shkak se ka kryer një aksident me marrjen e jetës së qytetarit, puna e parë që ai do bëj, ai do qëndrojë aty, do t'i japi ndihmën e parë, do marrë policinë, do marrë ambulancën, pra këto janë gjëra të cilat ne shokohemi kur kryejmë diçka të cilën nuk doam, vërtet nuk donim që të ashtu, kurse në rastin konkret zotëria ka qenë i alkoolizuar, pra një deur i cili nuk mendon me mendjen e vet, pra ka ndikim në mënyrën se si i koncepton dhe i percepton gjëra, e perceptoj ikjen si gjën e duhur, pra në momentin që njëri ikën nga rreziku është i qartë, është i ftohtë. Patjetër, dhe kjo është rrethana rënduese që do t'i shtohet, pra kur vite vendimarrja e gjykatës, patjetër që kjo i shtohet
shkaku të rëndesës në dhënien e Pra mendoni vendimarrjes. që në momentin që një person aksidenton një person tjetër, dënimi është minimalist. Pra, Është 2 deri në 10 vite burg. Dhe çfarë ka ndodhur? Unë kam pasur nga ato raste kur natyrisht kam pasur viktimën, ka qenë përsëritës, që do të thotë drejtuesi i automjetit ka qenë shpesh, domethënë e ka kryer për herë të dytë apo të tretë, dhe ajo që ka shkaktuar viktimës, pra familjarëve të viktimës, ka qenë fakti që nuk i ka kërkuar ndjes familja, nuk janë bërë, le të themi, ato traditat, pra nuk janë ndjekur traditat që ne shqiptarët i kemi, që ti shkosh në shtëpi, ti shkosh në varim, ti kërkosh ndjese të tjera me radhë, dhe kur ka ardhur puna, ka ndikuar apo jo, këtë nuk e di, pra në mënyra të ndryshme, po ka marrë një dënim minimal, ose ka dalë në mas arresti detyrim paraqitje. Pra kjo është një vrasje që institucionet i bëjnë familjarëve të viktimave, dhe shpeshherë këto pastaj derivojnë edhe në hakmarrje. Pra kemi në shumicën e rasteve, edhe familja në Durrës ishte larguar nga shtëpia për shkak të frikës që mund të ndodhi diçka. Në shumicën e rasteve shkojnë me vetgjyqësi pas shumë vite. Shkojnë sepse përderisa ne nuk kemi institucione të cilat të japin vendimarrje të drejta, pra të japin atë që meriton autorit të këtij krimi, patjetër që do ketë edhe nëse janë pafuqishëm familjarë, që do të thotë nuk kanë një rekord kriminal, njihen për qytetarë të ndershëm, të cilët zbatojnë ligjin, ata janë pemishit dhe pegjaku dhe ai më tepër që ndihen të revoltuar kur shikojnë dhe kashillëkun e këtyre autorëve të cilët mund të ecin me makinë përpara tyre, mund të shikojnë me një mënyrë arrogante. Dhe në 99% të rasteve janë persona që janë identifikuar nga banorët e zonës, siç ishte edhe rasti në fjalë, por pritet që në ligjin aktual shqiptar të ketë një ashpërsim. Personat të cilët do të jenë të alkolizuar në timon, rrezikohet t'u hiqet patenta për gjithmonë. Po për këtë dhe detajet e tjera, avokat, do të flasim pas pak, sepse në këto momente do të shkojmë shkurtimisht në publicitet, rikthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt, vjojtë ndaj studion me avokat Elban Duraj në studio dhe do të flasim në këtë pjesë të dytë të kësaj hapësire për ndryshimet në kodin penal, referuar ngjarjes në Durrës, që me sa duket ishte indicia për të diskutuar në lidhje me kodin penal. Por përpara se të shkojmë tek ndryshimet, avokat, rreth 30% e aksidenteve në vend ndodhin në vijat e bardha. A mund të cilësohet si rrethan vrasje me dashje në këtë moment, pra indirekte? Kjo nuk mund të konsiderohet, sepse neni 290 ka të shprehur qartë, por nëse do të vim tek masa e dënimit, duke qenë se dënimi nuk është i prerë, apo ne nuk e kemi dënimet me precedent, siç është sistemi common law, pra sistemi britanik dhe amerikan, i cili dënon sipas rasteve, pra vendimarrja i ngelet gjykatës duke analizuar të gjithë mënyrën se si ka ndodhur ky aksident dhe rrethanat rënduese. Fakti që është tek vizat e bardha, kjo është një rrethan rënduese e cila së bashku me analizat e tjera, shkaqet e tjera të cilat gjykata i vlerëson, jep vendimarrjen. Pra në total mund të japi maksimalin e dënimit duke qenë se ka ndodhur në vizat e bardha. Natyrisht që është shumë e rëndësishme masat ndëshkimore tek vizat e bardha. Pra edhe për sa i përket kundravajtjeve administrative. Apo edhe në trotuar, për të ndalur tek rastin në fjalë. Edhe në trotuar, nëse kryen edhe qoftë një dëm apo një aksident me pasoja të lehta, masat e dënimit duhet të jenë maksimale dhe unë mendoj që në 290 i kodit penal duhet të ashpërsohet, pra duhet të ketë dënime më të larta penale në mënyrë që të friksohen drejtuesit e automjetit, ashtu sikurse janë marrë masa dënimi me gjobë për sa i përket kundravajtjeve administrative, vendosjes së ripit, shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor kur kalon shkel sinjalistikën, semaforin, apo dhe masa të tjera ndëshkimore, siç është ajo e parkimit të gabuar.
unë mendoj që duhet ketë një rritje të masës së dënimit penal, për sa i përket në 290 dhe 291 të kodit penal. Natyrisht që po të shikojmë, marrim një shembull, pra një punë e mirë që është bërë nga policia rrugore, është ndëshkimi atyre drejtuesve të automjeteve të cilët lëvizin pa rip sigurimi. Askush nga ne nuk e mendonte që në vitin 2014, ku ndërmor aksioni i parë i policisë rrugore dhe nuk toleronte asnjë drejtues automjetesh, ishte vendosja e ripit. Jeni gati për këtë aksion tani? Patjetër që ne jemi gati të paktën duhet që qytetarët apo drejtuesit automjetit duhet të respektojnë qytetarët në vizat, pra kur kalojnë në vizat e bardha. Kur kanë të drejtën e kalimit qytetarët në semafor. Pra kur kemi nëna të cilat janë me karrocat e veta dhe nuk respektojnë. Pra në rrugët e Tiranës, ne në ato vende ku nuk ka semafor, nuk ka drejtues automjeti që të respektoj qytetarët apo kalimtarët. Pra është për të ardhur keq që mjafton që ne të shkojmë pra në pjesën tjetër të shqiptarëve, pra në Kosovë, në Prishtinë më ka ndodhur shpeshherë, në momentin që vendos këmbën tek vizat e bardha, menjëherë drejtuesit e automjetit e ndalojnë makinën. Kurse këtu, edhe pse ne mund të jemi duke kaluar tek vizat e bardha, mund të jemi në mes të vizave të bardha, drejtuesi i automjetit i bie borjes, fut edhe një tëshar që i ke zënë rrugën. Pra këto janë nonsense, të cilat duhet që t'i zgjidhë policia rrugore, siç ka zgjidhur rastin e ripit të sigurimit. Pra ne tani na është bërë kulturë, në momentin që futemi në makinë, pra pa ndezur makinën, vendosim ripin e sigurimit. Janë gjëra të cilat që përpara nuk perceptohesh. Janë shumë të rëndësishme dhe këto, nëse ne do të zbatojmë kodin rrugor, pra me këto element shumë të vogla në duke, po të rëndësishme, do të minimizojmë rastet e aksidenteve. Pra shpejtësia në vendet në zonat e banuara, shpejtësia pranë institucioneve shtetërore, por edhe ato arsimore. Pra kodi ka të përcaktuar shumë qartë që edhe ne kur nuk kemi sinjalistik apo tabel, jemi të detyruar që në zonat e banuara mos udhtojmë më shumë se 30 km/h. Pra nuk është e rëndësishme që të ketë tabel për çdo gjë. Përderisa ne kemi marrë lejen e drejtimit të automjetit, presupozohet që ne kemi mësuar kodin rrugor, po besoj që një reform shumë e thellë dhe strikte dhe një kontroll duhet jetë mbi provimin e atyre të cilët marrin patentën. Sepse kjo të lë shumë për të dyshuar për mënyrën se si kush e merr patentën. Pra, të cilëve rrezikohet ju hiqet përgjithmonë nëse kapen të dehur në timon. Është kështu interpretimi që mund të ndodhi në ndryshimin e kodit. Ky është propozimi i cili ka ardhur pas rastit. Shpresoj që këto propozime mos ngelen në letër. Pra, besoj që kuvendi e ka krijuar atë lloj imazhi, pra qoftë edhe qeveria, që në momentin që ndodh një ngjarje, mundohet që të uli irritimin e qytetarëve duke bërë një propozim i cili mundet që të ngelet në letër si shumë propozime të tjera. Jo, ky propozim nuk është bërë më herët. E vetmja gjë që kanë kërkuar pra Ministria e Brendshme, por edhe qeveria është lidhur me rritjen e masës së ndëshkimit të kundravajtjeve administrative, pa me rritjen e gjopave, por edhe me futjen e dënimit penal nëse parkon dysh. Pra kjo është rritësia që solli edhe ministri i ri i Brendshëm, i cili propozon që në momentin që parkon, pra ne s'kemi ku të parkojmë, tani si mundet të kriminalizohet dhe të bëhet vepër penale, ndërkohë që kemi vepra të tjera të cilat ka një masë dënimi shumë të vogël. Në këtë moment gjanë si një paradoks i madh që merren vendime për parkime dysh dhe nuk merren vendime për ngjarje të tilla për parandaluar efektet që ka një aksidenti i këtij niveli. Patjetër, për mos të thënë që qeveria duhet që edhe të kontrolloj, pra në vendet ku ka kopshte, ku ka çerdhe, ku ka shkolla, sinjalistikën, pra duhet të shikojë nëse ka rampa. Pra duhet ketë rampa në mënyrë që të drejtuesit e automjetit, edhe nëse janë me shpejtësi, ata duhet ta ulin shpejtësinë, duhet ketë
bordura mbrojtëse, pra në momentin kur fëmijët dalin nga shkolla, duhet ketë një ndryshim i cili të jetë i plot. Si e shikon në Shqipëri për të bërë një paralele me këtë që po thua? Kjo lë shumë për të dëshiruar. Pra kemi shkolla të cilat janë rindërtuar apo janë ndërtuar, pra me thënë drejtën ka pasur një lloj pozitiviteti për sa i përket infrastrukturës së sistemit arsimor, por jashtë shkollës ne shikojmë që mungojnë këto sinjalistika, të cilat nëse do të ishin në mënyrë strikte në çdo institucion arsimor, do të sillte një impakt shumë pozitiv edhe tek drejtuesit e automjetit dhe do të reduktonte numrin e aksidenteve. Pra, edhe në rastin konkret, nëse ne do të kishim bordura të cilat rampa, të cilat do të ishin njëra pas tjetrës, natyrisht edhe drejtuesi i automjetit do të ishte i detyruar që ta ulte shpejtësinë në mënyrë automatike, pra ai do është diçka instinktive, kjo bëhet edhe për shkak edhe të mos dëmtimit të automjetit, pra puna e parë që një drejtues nuk mendon qytetare, por ai mendon mos të prishi makinën e tij. Dhe kjo është një tjetër tragjedie pastaj kur është në konceptin e një personi kur bëhet fjalë për jetë njerëzish. Neni shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor nuk e përcakton sakt nëse personi që është aksidentuar është i mitur apo është i rritur, adult. A duhet të ndryshoj ky nen dhe të kthehet në rrethan përcaktuese? A duhet të ndryshojmë apo ka ndryshuar? Më jep një informacion lidhje me këtë gjë. Nuk ka ndryshuar, por besoj që ne nëse do t'i futemi, pra duke u kthyer tek analiza pak më parë që bëra, që ne nuk kemi një vend që të marrim precedentët, por to vlerësohen në vendimarrjen e gjykatës, dhe nëse ne do të kemi një rritje të marzhit të dënimit për këtë vepër penale, që do të thotë nëse ne në 290 paragrafin e 3 e rrisim nga 2 deri në 10 vite dhe e bëjmë minimalisht 10 deri në 30 vite burg, natyrisht që gjykata do të vlerësojë nëse fëmia, pra nëse kemi të bëjmë me një viktim i cili është i mitur, është i rritur, ka pasur mundësi që të... Duhet të bëhet këtë diferencim. Pra, patjetër që bëhet dhe gjykata, për shkak edhe të parimeve që ne kemi, pra parimeve penale, në mënyrën e vendimarrjes, patjetër që i vlerëson. Pra, dënohet, ka një rrethan I vlerëson, por nuk është përcaktues. I vlerëson dhe nuk është përcaktues. Patjetër, nëse do të hyjmë vendimarrjeve të gjykatës, gjykata edhe kur jep vendimet gabuara, e bën atë sikur është një vendimarrje e drejtë. Pra kemi pasur shumë raste ku kanë qenë viktima fëmijët dhe e kanë shpëtuar shumë lehtë këta autor, pra këta drejtues, të cilët kanë qenë përsëritës dhe kanë dalë nga burgu me arrest shtëpie. Pra kanë marrë një masë zvendësim mase sigurimi personal duke qëndruar në shtëpi dhe me 2 vite burg e kanë hedhur dhe kanë dalë nga burgu dhe mund të ketë qenë prapë përsëritës. Pra, ka të tilla raste unë besoj që nuk është çështje ligjore, patjetër që ana ligjore ndikon në perceptimin e qytetarëve, pra nëse një qytetar i cili ka marrë lejen e drejtimit dhe merr vesh që po aksidentoi një njeri, do të futet në burg minimalisht 10 vite burg, patjetër që ai do të mundohet që të respektojë rregullat e qarkullimit rrugor. Pra, ka një impakt përsa i përket friksimit, por po të vim të zbatueshmëria e ligjit, ende qytetarët, edhe pse prokuroria, organi akuzës, gjykata, ka vendimarrje, pra edhe përsa i përket nivelit lartë, drejtues të mesëm të politikanëve, prapë ne shikojmë që nuk nuk e kam problem nëse mundet të futen në burg, sepse mendojnë që nëse japin rushfet, nëse japin para, nëse bëjnë ndërhyrje, ata do të shpëtojnë nga burgu. Kanë ndërkohë të tilla raste aktive në Shqipëri dhe kam një pyetje edhe për këtë pjesë, që pse në disa raste të tipit nuk duam të minimizojmë ngjarjet, sepse edhe nëse vjedh një telefon, edhe nëse vret një person, ndoshta për gjykatën është vepër penale, por në sensin e përmasës dëmit që bëhet është më e justifikueshme. Por ndërkohë për personin që vjedh shishën e ujit, merret një vendim dhe zgjatet procesi gjykimit, në raste të ngjashme kemi parë që shuhen rastet. Ku qëndron problemi? Problemi qëndron tek organi akuzës dhe te vendimarrja e gjykatës.
Vendimarrja e gjykatës. Ende, nëse ne jemi fokusuar te prokuroria e posaçme apo te gjykata e posaçme, e cila për hir të vërtetës, pavarësisht se unë kam rezervat mia për sa i përket cilësisë së hetimit, mënyrës së caktimit masës sigurimi personal apo qoftë edhe vendimarrjes, është një impakt pozitiv që nuk ka ndodhur asnjëherë në historinë 35 vjeçare që në dyert e kësaj prokurorie dhe gjykate të shkojnë politikanë në nivelit lartë. Pra kjo është diçka pozitive. Por po të vim te prokuroritë e rretheve dhe gjykatat, ende ta kanë ngelur mbrapa. Pra nuk e kanë kuptuar që ky investim i madh ndërkombëtar, por edhe kombëtar, sepse kemi vendimarrjen e 140 deputetëve për miratimin e paketës së ligjeve, ende vazhdojnë me zvarritjen e qytetarëve, me vendimarrje të gabuara, me hetimet të cilat nuk i shkojnë në thelb çështjes dhe me çuarjen përpara përgjegjësisë të qytetarëve, të cilët edhe pse mund të kenë kryer një vepër penale, pra si rasti që thatë ju për një telefon dhe ai shkon në burg, ndërkohë që kemi vjedhje të mëdha që bëhen për shkak të korrupsionit dhe nuk kemi asnjë qytetar që të shkojë apo zyrtar që të shkojnë në burg, apo shpërdorimin e detyrës. Pra kemi një vepër shumë tjetër penale, e cila në gjykimin tim është një vepër e rëndë, sepse korrupsioni është çështje faktike për tu provuar, pra shpërdorimi i detyrës dhe ende ata vazhdojnë në punë dhe nuk e kanë fare problem. Pra, kjo është si punë e asaj, është pabarazi dhe ligji funksionon vetëm për ata të cilët janë të pafuqishëm nga ana financiare, të pafuqishëm nga ana e lidhjeve që mund të kenë dhe për këtë zbatohet ligji, ndërkohë që politika penale, edhe nëse do t'i referohemi caktimit masës së sigurimit personal nga ana e organit të akuzës, është që për veprat të cilat nuk i kalojnë dënimin deri në 5 vite burg, patjetër që prokuroria duhet të hyjë edhe faktit se për çfarë ka kryer vjedhjen një qytetar. Kemi qytetarë cilët janë të detyruar për shkak të mbijetesës, edhe këtu do t'i ym parimit të nevojës ekstreme që e kemi të sankcionuar edhe në kodin penal tek pjesa e përgjithshme. Që në kodin penal do të diskutohet edhe personaliteti i personit. Pra ka nevojë ekstreme, si do ushqet, pra janë kushte ekonomike dhe sociale të cilat shteti nuk i mbështet familjet në nevojë apo qytetarët cilët kanë probleme ekonomike dhe ai do gjejë një mënyrë mbijetese, pa dashur këtu që të japim të drejtë dhe përgjegjësinë, por në mënyrën e analizimit, prokuroria në caktimin e masës së sigurimit apo në hetimin që duhet i bëjë çështjeve, duhet i thellohet dhe rasti që pse ka ndodhur ky shkak. Dhe nuk mundet që të dënohen këta persona që nuk kanë mundësi financimi apo financiare ndihme nga ana e shtetit. Për një jurist që të bëjë mbrojtjen e personit në fjalë që ka aksidentuar dhe kanë humbur jetën 2 fëmijë. Sa e vështirë bëhet puna e një Tani, lidhur me këtë rast, unë për shembull personalisht nuk do ta merrja, pra nëse do më vinte privatisht, të më kërkonte për avokat, unë këto raste nuk i marr dhe përgjithsisht marr raste kur qytetarët kanë të drejtë, sepse kështu e mendoj, pra edhe mbrojtja bëhet më e mirë, por edhe lufta bëhet më e mirë qoftë në organin e akuzës, por edhe në gjykatë, sepse duhet kuptojmë që organi i akuzës, i cili është një bunkier për avokatët dhe për qytetarët, dhe që i mohon shumë të drejta procedurale palëve të cilët janë në hetim apo janë viktima në një çështje penale, besoj që lufta duhet, nëse bëhet një hetim i drejtë, i gjithanshëm dhe jepet të drejta palëve në një proces hetimor, patjetër që del edhe shkaktari i një vepre apo një kundërvajtje penale. Po gjë që nuk ndodh. Pra, ne na ndodh shpeshherë që për të marrë aktet në organin e akuzës duhet të bëjmë kërkesë disa herë, ndërkohë që ky organ për çdo vendimarrje të tillë, për çdo vendimarrje mos fillimi, për çdo vendimarrje tjetër për caktim eksperti apo grup ekspertësh, marrje në pyetje, pra janë veprime procedurale hetimore të cilat duhet njoftohet qoftë viktima për qoftë personi në hetim, janë ashkalon dhe nuk i kryen. Kjo i kryen, këto veprime i bën për shkak të korrupsionit, apo për shkak për ndihmuar palët, apo për shkak të ngarkesës që ngelet për të parë sepse nuk
nuk kemi, por që ditë të them këtë që qytetarët nuk po marrin drejtësi. Pra ata të cilët nuk janë të fuqishëm dhe nuk janë, le të themi, në syt e këtyre institucioneve, nuk janë. Avokat, mendojnë që me ndryshimin e ri që personat të cilët janë të alkoolizuar në timon dhe ndryshimet të tjera, do të ndërgjegjësohen në kushtet që kemi dhe shpërsim të gjobave në vitet e fundit, por ndërkohë nuk është se ka pasur impakt në një ngjarjet që ndodhin dhe i shohim çdo ditë. Pra. Besoj që nëse ne e rrisim marzhin e dënimit, është e vërtet që nuk do të ketë një impakt 100% të plot. Në këtë moment, cila është pritshmëria juaj si jurist? Unë mendoj që do të ketë një lloj hezitimi nga drejtuesit e automjeteve, sepse do ketë një marzh dënimi më të lartë, por nga ana tjetër ne duhet të kemi, le të themi, një kontroll të vazhdueshëm, qoftë nga ana e policisë në zona të caktuara, në mënyrë që edhe vetë qytetarët të ketë një lloj friksimi kur shikojnë posoblogje policie, apo kur shikojmë patrulla policie, në mënyrë që të... Jete dakord për ekstremet, pra që të hiqet plotësisht patenta? Është zgjidhje që të shkojmë nga ekstremi në ekstrem? Tani, nëse do t'i referohemi praktikave apo studimeve të huaja, lidhur me masat e dënimit, nëse një mas dënimi do të sjellë uljen e veprës penale apo jo, studimet thonë që të cilat nuk janë bërë në vendin tonë, por Shtetet Bashkuara të Amerikës, thonë që nëse ne rrisim mashpërsimin, kjo nuk do të thotë që rritet, pra që ullet kriminaliteti. Pra është dhe bërë një studim lidhur me dënimin me vdekje, pra në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe përkundrazi në ato shtete që e kanë dënimin me vdekje, kriminaliteti është më i lartë. Kështu që në këtë kuptim besoj që edhe Shqipëria, pra me këto raste apo ngjarje që ndodhin, nuk po them vetëm në rastet e aksidenteve, por edhe në vepra tjera penale, siç është ajo e korrupsionit. Nëse ne shikojmë, po futem çdo ditë në burg zyrtar dhe politikan dhe pra po shikojmë abuzime të mëdha, që edhe Shqipëria nuk bën përjashtim. Unë mendoj që duhet të ketë një lloj edukimi dhe ndërgjegjësimi për drejtuesit e automjeteve, qoftë edhe me këto emisione të cilat janë për të vlerësuar, në mënyrë që të ketë një lloj reflektimi. Në shkolla duhet të mësojnë nxënësit, pra mënyra se si ecet në rrugë, sepse shumë kush nga ne nuk ka ditur se si të eci. Unë për shembull marr veten time kur kam marrë student, nuk dija se si të kaloja tek semaforët, pra pastaj derisa e kemi mësuar se shumica e qytetarëve të cilët vinë në Tiranë apo në qytetet më dhaja nuk e kanë pasur mundësinë se si të kalojnë, se si të mësojnë, pra besoj që duhet jetë edhe edukimi, një pjesë shumë e rëndësishme dhe infrastruktura e cila është shumë e rëndësishme, sidomos në zonat e banuara, pra me sinjalistika, me bariera dhe me shumë elemente të tjerë, cilët do ta bëjë një drejtues automjeti më të përgjegjshëm në drejtimin. Edhe për të shmangur rastet të tilla. Avokat, faleminderit shumë që të kisha në këtë mëngjes të shtunën në News 24 fundjavësh. Kënaqësi të ndajmë diskutimet edhe çështjet së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Ju falenderoj shumë për mundësinë që më jepni. Faleminderit. Ora është në 9:50 minuta, shkojmë shkurtimisht në publicitet, rikthehemi sërish pas pak me një tjetër tematik në studio. Na ndiqni.